Jemi në këtyre nderuar të shikues, Vapa vazhdon në jo vetëm pjesën e parë, po edhe të dytën dhe të tretën, të gjitha pjesët në vendin ku jetojmë janë vapëzuar. Sot më dhe një gjë se ti e tifos futbolli, zoti Tomori, para se të bëj prezantimin në të gjithë, presidenti Trump kishte propozuar që sekretari përgjithshëm i OKB-s të bëjë Infantino. Jo ai duti i madh i parave të futbollit, jo duka ynë se duka është në kryetari këtu, ky Infantini, që vjes gjithë botën, tani e do edhe kryetar të OKB-s. Duhet për kriptomoneda. Të ketë kriptomonedat e të gjitha dhe rregullohet dhe më mirë. Po rregullohet bota si thuash. Dhe ne jemi, e hapa kështu të nderuar të shikues, se jemi pak a shumë në një temë të përafërt të tillë. Sezoni që mbyllën, por dhe vitet të tjera janë vite që kanë vrarë monedën euro në Shqipëri. Do me thënë, përpjekje e madhe për të shkuar në Evropë, vrapimi çmendur e të gjithë, Edi Rama aty përqafim me puthje me Mariana Kosin, të gjithë këto, kush del aty përpara? Marta Kosin e tjera, por euro është pushkatuar, është në një pushkatim total. Ka shkuar 90 e pak lekë. Interpretimet që bëhen tani janë shpesh nga më qesharake, nga pjesa e qeverit. Pse ka ndodhur nga interpretime nga më qesharake, po ka dhe interpretime serioze të gjitha, ne do të përpiqemi të bëjmë një të tillë, a do të jemi të vërtet dhe sa, këtë unë nuk di ta shpjegoj, por ju do ta marrim vesh më pas. Në studio unë kam Ola Zama, gazetare njohur, mike e programit tonë mund të themi tani, me plot gojën, apo jo Ola, faleminderit. Zoti Zep Freçi, ekspert ekonomie, ish ministër. Faleminderit zoti Freçi. Dhe zoti Klodian Tomori, mik edhe bashkëpunëtori dhe ky emisionit. Siç e tham, pra ka nisur një debat të ditët e fundit që lidhet me shkaqjet e rënies së euros, apo siç kanë dëshirë të thonë zyrtarët, mbi çmimin të lekut. Leku sa vjen dhe forcohet, bëhet fort shumë. Çfarë ka ndodhur në fakt? Përse shforcohet leku dhe përse po zhvlerësuar dhe po zhvlerësohet euro, edhe monedat e tjera, po ne s'kemi shumë punë me to dhe kemi marrë përgjithsisht lekun. Pse ndodh kjo? 25% zhvlerësim gjatë dekadës fundit. Profesor, përpiqesh ti pak, po me një gjuhë konkrete siç e di ti, që popullata ta kuptojë. Si e mendon ti, pse ka ndodhur kjo? Përmbysje e euros. Prej mira vitesh, njerëzit shkëmbejnë produktet e tyre. Dhe mund të ketë një 5.000 vjet, paktën që nga Solomoni, që shkëmbimi kryhet duke pas një ndërmjetës, që është paraja. Pra, një nga funksionet që kryen paraja është si mjet këmbimi. Në rastin e çmimit, duke qenë një mall i zakonshëm, që kryen një funksion specifik, paraja ka një çmim, edhe çmimi rregullohet, si për çdo mall tjetër, nga mekanizmi i kërkesë ofertës. Gjatë 35 viteve të fundit, nëse ka ndonjë arritje që duhet vlerësuar, është pikërisht kursi i lirë i këmbimit monedhës tonë kombëtare lekut me monedhat e vendeve të tjera. Domethënë, kjo është një arritje e cila e ka vendosur Bankën Qendrore në pozicionin për të mbështetur zhvillimet makroekonomike në vend, për të mbrojtur zhvillimet makroekonomike, kryesisht përmes mekanizmave të tregut ndërbankar dhe njëkohësisht kursit të këmbimit. Do thot kujdeset që inflacioni të jetë brenda parametrave të parashikuar dhe natyrshëm të mos afektoj, pra të pranohet ky kurs i luhatshëm i lirë i këmbimit, të pranohet zgjersisht nga palët që shkëmbejnë mallat, produktet e tjerë brenda dhe jashtë vendit. Në rastin e zhvillimeve, sidomos të 4-5 viteve të fundit, të gjithë i shmangën një shpjegimi që mekanizmi është kërkesë oferta. Do të thotë që nëse pranojmë këtë mekanizëm, do të shohim që ekonomia shqiptare ka një inondim, ka një përmbytje me parat, me monedhë të fortë, me euro, dhe njëkohësisht fuqia absorbuese e saj ngelet në disa parametra të matshëm e tjerë. Ndonse një pjesë e mirë e paras prej më shumë se 10 vitesh çarkullon jashtë kanaleve bankare, është në parametra nivelet më të larta. Kështu që në këto kushte, prishja e këtij ekuilibrit kërkesë ofertës ka bërë që çmimi i dhe popullata e ka pak të vështirë. Pra, kur shkon dikush të blej domate në treg, nëse ka shumë domate në treg, bie çmimi.
në qoftë se domate ka pak dhe ka kërkesë, rritet çmimi. Pra zhvillimet janë si në anën e kërkesës ashtu edhe në anën e ofertës. Në rastin e monedhës së fortë euro, provohet që tregu është i përmbytur me këtë monedhë, pra ka sasi shumë të madhe në qarkullim. Në të njëjtën kohë fuqia absorbuese e ekonomisë është në nivele që lëvizin nga i vit në tjetrin, por që është e matshme, dhe mbi çmimi i monedhës tonë kombëtare, lekut, pra një lek i fortë, nuk pasqyron produktivitetin e punës, pra atë fuqi ekonomike që ekonomia e Shqipërisë duhet të kishte për një monedhë të fortë. Kuptohet, ato pasoja besoj të diskutojmë në vijim, por shpjegimi i vetëm i pranuar paktën prej 200 vitesh që nga Keynesi, Marxi, Ricardo e tjerë, është vetëm mekanizmi kërkesë ofertës. Gjitha shpjegimit e tjera pastaj hanë diskutim se janë apologjia njërit krah apo tjetrit. Paka shumë Ylli, diskutimi është, pra dihet, është pranuar që oferta në treg e euros ka përmbysur raportin e kërkesës për euro dhe për lek. Pra, duke qenë se ka patur ofertë më të madhe, që do të thotë sasi më të mëdha se sa një vit më parë, se sa një muaj më parë, atëherë euro dobësohet dhe monedha kombëtare forcohet. I gjithë debati që po bëhet sot është cilët janë faktorët që kanë ndikuar që të kemi të fortë monedhën kombëtare. Pra, na janë rritur eksportet, na janë rritur të ardhurat nga turizmi, na janë rritur investimet e huaja direkte, kemi më shumë llogari financiare në monedhë të huaj, kryesisht valuta euro, apo të cilat mund të justifikojnë të mbiçmim ose forcim të monedhës vendase, po nëse këto do ta justifikonin, atëherë vetë sektorët eksportues, duke qenë se monedha ku ata kryen veprimet me jashtë dhe më pas e konvertojnë në vend, do t'i rezultonte me një lloj humbje, ata do kishin më shumë shitje dhe kjo shitje do t'i rriste fitimet dhe fitimi do të amortizonte edhe efektin e kursit të këmbimit. Në Shqipëri nuk ka ndodhur kjo dhe prandaj është hapur i gjithë ky debati që të çojmë pastaj tek diskutimet a ka apo jo faktor të tregut jo formal që janë parat që vinë kryesisht nga aktivitete kriminale. Ta thjeshtëzojmë edhe më shumë se mund. Shiko, sa e thjeshtë është besoj. Euro në Evropë, që është paraja evropiane, si është? Ka rënë euro, është dërmuar në këtë mënyrë si të ne? Jo apo jo? Jo. Ka është dërmuar në Shqipëri. Pra, prurjet e parasë jo formale, mendohet që janë faktori jo formale dhe kriminale. Dhe kriminale, janë bashkë. Po jo formale janë ato, edhe kriminalet. Në ndikimin e kursit këmbimit të vend. Formaliteti ndahet edhe në evazion, edhe në ana tjetër, qeveria e Republikës Shqipërisë, vetë kryeministri, del dhe thot që kjo është rritja e madhe ekonomike jona që forcon lekun dhe do të kjo gjetë. Çfarë është kjo gjë tani se? Po është kështu që është rritur ekonomia në faleminderit shumë. Por do pasqyrohesh nivelin ton të jetesës, nivelin e eksporteve, në vendet të reja të punës që qelen, teknologjinë që importojmë, janë një mori indikatorë tjerë që do të tregonin që ekonomia vërtet po lulëzon. Shiko, ka diçka Ylli. E para nuk mund mohet që ka më shumë turizëm dhe ka më shumë të ardhur nga turizmi. Dhe kjo është ajo ku qeveria kapet që thotë që leku është forcuar për shkak se ne na vijnë më shumë turistë, marrim më shumë të ardhur nga turistët e tjerë e tjerë. Mirë, po ka një problem. Dhe problemi është ky. Kemi të bëjmë me dy monedha. Njëra e cila është monedha e ekonomisë së dytë më të fuqishme të botës, ekonomisë së dytë më të madhe të botës, që është euro, pra ekonomia e Bashkimit Evropian, e cila këmbëhet kudo në çdo cep të globit, blihet dhe shqitet nga Azia, në Australi, edhe ku duash, edhe në Amerikë. Dhe kemi një monedhë tjetër që është leku, që përveç territorit shqiptar, kërkun tjetër nuk e ble shet njëri lekun në Paris, në Frankfurt apo në Milano. Pra leku, kemi dy monedha, një monedhë që është monedhë globale, në dy monedhat më të forta të botës, dhe një tjetër që ka vlerë vetëm këtu te ne. Ka vlerë në lokalitetin ton. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë që hedh dyshimet mbi atë version që jep qeveria, pra që ne leku po e mund euron për shkak të prurjeve të mëdha të turizmit që kemi ne kështu me radhë. Elementi i dytë është që
ekonomia e Bashkimit Evropian ka inflacion më të ullët se sa Shqipëria dhe ka norma interesi më të ullëta se sa Shqipëria. Teorikisht, këto dy faktorë, edhe interesi ullët, edhe inflacioni ullët, duhet të punonin në favor të euros, pra që euro të ishte më fort nga leku. Edhe kjo nuk ndodh. Elementi i tretë është bëhet fjalë për një kohë të gjatë. Pra ky trend, apo kjo tendencë e dobësimit të euros në Shqipëri ka filluar diku nga vitet 2017-2018 në mos gaboj, dhe po bëhet gati një dekadë që tendenca është vetëm në një krah. Pra euro që dobësohet në mënyrë të vazhdueshme ndaj lekut. Pra, thënë këto, çështja e katërt pastaj ka të bëjë me përmasat. Okej, ne supozojmë që marrim mirëqen variantën e qeverisë që ne kemi më shumë të ardhur nga turizmi, kemi ekonomi më të forte etj. A mundet të justifikoj kjo një dobësim të euros në këto përmasa, dikur ka qenë me 140, sot po shkon 90 po shkon. Pra, po është gati 35-40% dhe po shkon drejt përgjysmit. Pra, moneda e dytë më e forte e botës, ekonomisë së dytë më të madhe të botës, përplaset në këtë farë mënyre ndaj një monede që, siç e thash në fillim, nuk tregtohet askund përveç se në territorin shqiptar. Pra, gjitha këto gjëra, forcohet një para që se as qeni thuaj. Se as qeni, se nuk ble njeri, nuk kërkon njeri të blej në për bursat e Europës lek, nuk shkëmbehet leku. Ata turistë që vinë, kur vinë tu, të thyen në euro dhe ka që është kjo histori. Pra, të gjitha këto faktor të çojnë tek ai përfundimi qore, ka diçka tjetër këtu për te zhvillimeve normale ekonomike. Pra, është një faktor tjetër që dikton këtë lloj trendi të pandalshëm, sepse ka dhe ka dhe një qasje tjetër. Nëse gjitha kjo do të ishte pasojë e zhvillimeve ekonomike, pra ekonomisë që fuqizohet e tjerë me radhë, nuk mund të vazhdonte për kaq gjatë dhe në këto përmasa, sepse në ekonomi, kur një monedhë dobësohet ndaj një monedhe tjetër, pas disa kohësh, ekonomia fillon të punojë në ciklin e kundërt. Pra, duke qenë se eksportet e tua bëhen më të shtrenjta, për shkak se leku është forcuar ndaj euro, duke qenë se prurjet nga Shqipëria bëhet më e shtrenjtë për turistët e huaj e kështu me radhë, pra fillon përmbysja. Prandaj ato shkojnë gjithmonë në ekuilibër. Vetëm koha ka që gjatë që ajo shkon vetëm në një krah. Dhe për masat kaq të mëdha të dobësimit, bën të dyshosh që këtu ka diçka tjetër që e dikton këtë. Që është, zoti Zamori? Që është, shiko tani, se ky debat bëhet gjithandej dhe është që ka një fluks tjetër që nuk hyn tek nuk është formale. Tek kanalet formale. Nuk shkon bankë, nuk shkon... Dhe që përmbyt me sa duket tregun në mënyrë të tillë që rrit ofertën e euros dhe që ul çmimin e saj në raport me leku. Është edhe diçka tjetër që duhet përmendur. Jo, këtu do ndalojmë. Jo, profesor, jo, të lutem. Do ndalojmë këtu. Po jo, po në funksion mund të ketë shumë gjëra pastaj. Do ndalojmë te thelbi. Thelbi është këtu. Një para shumë e madhe që hyn në këtë mënyrë. Kush është kjo para? Konkretisht. Kjo është paraja, shiko tani. Qa kemi parë ne nga dosjet e SPAK? Me 2 dosje, sa ishi që 5 milion? 650 milion. 600 ca milion euro. Pra 600 ca milion euro me 2 dosje të hetuara, dhe sa të tjera mund të jenë që nuk janë hapur, apo nuk janë kapur nga autoritetet, apo nuk kanë rënë në rrjetën e hetimeve e kështu me radhë. Pra ne kemi një sinjal që na thotë që shiko se ka një lloj paraje që është në përmasa relativisht të mëdha, që hyn nga trafiku i drogës në Shqipëri. Sa është kjo? Këtë nuk e thot do të askush, sepse ky debat ka qenë gjithmonë në të gjitha ekonomitë
që kanë qenë të përmbytura nga para e drogës, ka qenë në gjitha narkorepublikat e Amerikës Latine, dhe është shumë e vështirë që ti të thuash që shiko, këtu ka hyrë kaq para droge dhe këto para çuan në këtë rezultat. Por, nga këto që shohim, ne e dim që ka një sasi. Mund të bëj një llogari të thjeshtë? Po të pyesësh autoritetet, qoftë qeveria, që janë ministrat e financave dhe të ekonomisë, përfshirë kryeministrin, përfshirë Bankën e Shqipërisë, po të pyesësh lidhur me luhatjet apo forcimin e monedhës vendase, pra mbiçmimin e lekut në tregun e këmbimit valutor, të thonë që janë fundamentet e ekonomisë. Si e do me gjuhë të thjeshtë. Themelet e ekonomisë janë ato sektorët kryesorë që ty të sjellin valutën, që janë eksportet, turizmi, investimet e huaja direkte, dërgesat e migrantëve dhe borxhi huaj në monedhën euro. Do të thonë janë këto para. Këto, të gjitha para regjistrojnë në një regjistër që administron Banka e Shqipërisë, që është bilanci pagesave. Tani unë kam bërë një llogari të thjeshtë, duke nxjerr të dhëna si ka ndryshuar fluksi i euros, e ka marrë sikur çdo valutë që ka hyrë është euro, nuk është as dollar, as pound, as një monedhë tjetër, në vitin 2025 krahasuar me vitin 2026. Tani, te llogaria korrente janë 432 milionë euro më shumë. Te llogaria kapitale janë 57 milionë euro më pak. Te llogaria financiare janë 680 milionë euro më shumë. Këtu nuk ka marrë fitimin e reinvestuar të investimeve të huaja direkte. Dhe të gjitha këto, jo 680 milionë euro, në total 680 milionë euro, të llogaria financiare 305. Sa kohë kjo? Për një vit, pra në 2025 po flet gjithmonë për një vit. Kemi, sipas statistikave që raporton vetë Banka e Shqipërisë, 680 milionë euro më shumë në treg, se sa të hyra valuta, se sa në 2024. Në 2025, vetë Banka e Shqipërisë ka blerë 1 miliard dhe 27 milion euro, dhe euro prap ka rënë me 6,2%. Tani më thua, si janë fundamentet, si mund të jenë fundamentet, kur ty shtesa me 2024, që kishe një kurs këmbimi, 100 Pra Ola thotë, Banka e Shqipërisë është brenda lojës për të mbuluar atë që ka ndodhur. Për të mbuluar, ble 1 miliard euro dhe prapë në treg dhe përsëri euro bie më poshtë. Nuk e ekuilibron dot asgjë. S'ka efekt. S'ka asnjë efekt veprimi që bën. Për të amortizuar. Përpjekja për të amortizuar, domethënë për ta fshehur, profesor, është një përpjekje qesharake, sepse Banka e Shqipërisë me blerjen që bën, ajo e ka për detyrë ta bëjë këtë. Po s'realizon asgjë. Në kushte pikërisht pra. Se ti nuk e di që po mos bleje ai sa do shkonda. Sa si është ashtë se s'ka efekt. Do me thënë, mos blinde do shkonde. Do ikën të shkosh po sigurisht. Dhe 70 mund të shkonde euro 70. Ore, është e çuditshme kjo që ndodhur. Nuk ka. Dhe të bëhet leku para më e madhe në botë thuaj. Një monedhë që nuk vlen askund përveç se këtu. Po një monedhë që s'ja di njeri emrin tani, e kupton. Dhe tani kjo të bëj para më fuqishme në botë. Megjithatë, Allah. Që lidhet me këtë përsëri, se doli problemi i efektit turizmit. Është shtuar numri turistëve që vinë, dhe është pozitive për ekonominë e tjerë. Pa turistët profesor. Në qoftë se shohim diferencën midis parave që hyjnë përmes turistëve, sipas Bankës Shqipërisë, dhe diferencën dhe parave që shpenzojnë shqiptarët jashtë vendit, kjo diferencë mbetet pothuajse konstante gjatë 3-4 viteve të fundit. Nuk është që ka një ndikim turizmi në kuptimin e shumës parave që mbeten në ekonominë shqiptare. 230 milion euro më shumë është 2024 me 2025 raporti, se i mora zë për zë pasi bëra llogari. Në vita përgjithsisht kaq. Tjetër. Pra, krimi, korrupsioni i zyrtarëve dhe bizneset. Korrupsioni merret në euro, pra merret me paratë e krimit. Edhe korrupsioni, se janë paratë e krimit që kanë rritur korrupsionin. Dhe që kanë krijuar edhe këtë model tregu. Ku kryesisht bëhet ky lloj pastrimi futje kësaj euro? Ku kryesisht? Në ç'pjesë të biznesit? Në ndërtim. Raportet e SPAK-ut janë referenca, sepse ne s'kemi evidencë tjetër që mund të provoj. Banka e Shqipërisë flet me arrën në gojë dhe përgjithsisht është jashtë. Banka e Shqipërisë përpiqet ta fshehë. E para duhet kuptojmë që Banka e Shqipërisë përpiqet 100% duke kryer një krim. Përpiqet ta fshehë këtë. Pastrim parash, pa përfshirje të institucioneve nuk mund të ketë, pa përfshirjen edhe të vetë bankave. Do me thënë është banka e përfshirë thua në këtë, sepse ndryshe s'ka si ndodh. Qofse ndodh, ndryshe s'ka si të ndodh. Kjo është një gjë. Gjë që e kuptojmë ne tani, unë që s'kam lidhje fare me ekonominë. Mirë, ju jeni një ekspert, ju jeni ekspert të tre.
po unë që s'kuptoj gjithfare, kuptoj që ndodhë tu, atëre banka e fshek të gjë, dhe është duke kryer një krim. Më shumë se gjysma ndërtimeve për cilat është dhënë leje, nuk kanë mulim nga bankat. Pra, burimet... Nuk marrin kredi. Nuk marrin kredi. Allah. Tjetër pastaj, në qoftë se do të kishte vërtet mbi çmim apo fuqizim të monedhës tonë kombëtare, kjo do të reflektonte në stimulimin e prodhimit të vendas, do t'i bënte eksportet tona më të lira të tjerë. Në fakt ne vazhdon të na ndodhe kundërta. Prodhimi i vendas vazhdon të bjerë, sidomos degët kryesore, bujësia, degët të tjera, dhe vazhdon të thellohet rënja. Pra nuk përcjellet asnjë sinjal në investimet afatgjata në bujësi dhe në sektorët të tjerë. Ylli, mund të shpjegoj pak se çfarë ka ndodhur me sektorët kryesorë ekonomisë. Ne themi që kemi një monedhë të fortë. Okej, nëse ke një monedhë të fortë, patjetër që të dëmtohen eksportet. Dhe po të shohësh eksportet e mallrave që janë sektorët prodhues, i ke në rënje për vitin e 4 rresht 2026, por ka nisur që nga viti 2023 rënja e eksporteve të mallrave. Çfarë eksportojmë ne shesim jashtë? Ne kemi eksportet të shërbimeve. E di cilat janë eksportet e shërbimeve? Janë call centerat, janë shërbimet e turizmit dhe janë pak turizëm mjekësor dental që vinë kryesisht për krahun e lirë të punës dhe koston e lirë të shërbimeve. Pra, nuk është se ne eksportojmë ndonjë patent si në SBA, se kemi të investuar në edukim dhe në arsim, apo të kemi fuqizuar sektorët e industrisë. Nga ana tjetër, çfarë ka ndodhur? Bujësia është për të 15 rresht në rënje, dhe nga ana tjetër, rritja reale e sektorit të bujësisë është në nivele të njëjta, po ta marrësh me vitin 2014. Pra, edhe një sektor i cili dikur përbënte 25% të peshës së GDP-s të prodhimit kombëtar të vendit dhe ishte një burim të ardhurash për 1/3 e qytetarëve shqiptar që jetojnë në zonat rurale, sot e ke në rënje të lirë. Atëherë, më falë, cili është kuptimi i monedhës së fortë? Edhe të pranojmë tezën që paraja e zeze pisët i bën mirë ekonomisë, këto janë të dhëna që ty të tregojnë se si konsumatorët shqiptarë, se si sektori prodhues, që edhe ai që dikur ishte produktiv, sot i ketë gjithë në rënje të lirë, manifaktura gjysma e ndërmarrjeve janë mbyllur dhe është dhe ajo që tha Klodi që në të ardhmen kjo monedhe fort do të shkaktoj krizë edhe te sektorët që sot po të sjellin këto lloj valute, siç është turizmi apo eksportet e shërbimeve. Me që doli, kjo historia do vazhdoj tani, ky debati, qeveria do vazhdoj gjithmonë me këtë histori që na kemi marrë kaq më shumë nga turizmi, kemi fuqizuar këtu, por ka dhe diçka tjetër që shkon tek ajo pika e dyshimit për gjithë, sepse ekonomia ka të njëjtat simptoma me ato që kanë padur vendet të cilat janë përmbytur nga paratë e drogës. Dhe këto simptoma janë rrënimi i sektorit prodhues, rrënimi i industrisë dhe rritja e atyre që quhen sektor të patregtueshëm, që janë shërbimet edhe ndërtimi. Po të shikosh, se literatura ka studiuar shumë, po të shikosh çfarë ndodhi me Kolumbin në kohën kur Kolumbia filloi me Escobarin të eksportonte tonelata droge dhe të merrte pastaj mbrapsht ato maunet e mëdha me dollar, ka ndodhur eksaktësisht e njëjta gjë me atë që po ndodh sot në Shqipëri dhe ka shumë autor që i kanë studiuar efektet. Pra, ishte rrënimi i eksporteve, rënja e eksporteve, shkatërrimi i industrisë, shkatërrimi i bujqësisë dhe rritja e ndërtimit, sepse ata investonin paratë në ndërtim, blini dhe ato fermat. Edhe në Medellin, ha? Edhe, po sigurisht, blini dhe ato fermat. Pra fakti që ekonomia jonë ka të njëjtat simptoma me rastin të deputet, pastaj se pari u bë pakoj deputet. Do të bë edhe president, po aty pastaj pra fakti që ekonomia jonë ka të njëjtat simptoma dhe shfaq të njëjtat fenomene, atë që ndryshe njihet edhe si smundja holandeze, me ekonomitë e tjera që kanë padur probleme të kësaj natyre të drogës, është një provë shtesë që thotë që cila na çon tek ai përfundimi që shiko, ore gjithë këto lëvizje në kursin e këmbimit nuk janë
zhvillime normale që vinë për shkak të zhvillimeve ekonomike. Por, janë pikrisht për kësaj, për shkak të një anomalie, dhe anomalia në këtë rast, sigurisht që janë ato parat që hynë në mënyrë të jashtëligjshme dhe që vinë nga trafiqet. Kush ka përfituar dhe kush ka humbur nga ky forcim gigant i lekut shqiptar? Gigant dhe i pabesueshëm. Kush ka fituar? Qytetarët a kanë përfituar? Qytetarët jo. Nga leku i fortë. Mund të shpjegoj diçka? Qytetarët e kanë ngrënë. Si e kanë ngrënë qytetarët? Se mbase edhe Klodi e thellon se kishte bërë një artikull te Kapitali lidhur me çmimin e shportës ushqimeve që kanë nxjerr indeksi Eurostatit. Gjithsesi është një studim që kanë bërë 3 ekonomistë nga viti 2012 deri në fund të vitit 2024 dhe del që në Shqipëri çmimet janë rritur me normë më të lartë se sa vendet e rajonit, po edhe vendet e BE-s. Dhe kryesisht çmimet e shportës së ushqimeve janë për produkte të importuara. E gjitha kjo ka ardhur për shkak të mos reflektimit të zhvlerësimit të monedhës euro, rritja e çmimeve. Pra, çfarë ka ndodhur? Importuesët, ata që mbajnë në kontroll tregjet e oligopolit dhe monopolit, grosistët, grumbulluesit, janë ata të cilët e blejnë produktin me euro që kushton më lirë jashtë dhe këtu e shesin me të njëjtat çmime. Dhe këta kanë mbajtur të gjithë peshën e fitimit nga kursi i këmbimit. Pra, po të shohësh, ky model oligarkik monopolistës i kanë vendosur taks konsumatorit shqiptar që këti nga njëra anë ka vetëm humbje për shkak se inflacion ka pa i ble më pak mallra, se më përpara, dhe me cilësi më të ulët se më përpara, se dëgjojmë kryeministrin që thotë siguria ushqimore është pra, ne paguajmë për produktet e ushqimeve më shumë se italiane, po jo me cilësinë e italianit. Qartë. Me cilësinë e Brazilit. është përqendruar konsumi, po të shohësh se me çfarë ushqen më shumë te karbohidratë. Pra konsumatori këtu fiton zero. Konsumatori nuk ka fituar, ta thonë statistikat e Eurostatit, mbase Klodi i shpjegon më mirë me shifra, meqense kishte bërë ai artikullin dhe lexova. Është bërë dhe një studim nga 3 ekonomistë të tjerë, që është botim shkencor, që është bërë me të dhëna reale të matura nga Instati. Pra blen me lek këta. Konsumatori nuk ka përfituar. Grosistët blen me lek jashtë, me euro jashtë dhe shesin me lek. Ka përfituar këta, ne i quajmë oligarkë, që janë importues, që as nuk prodhojnë, po vetëm blen dhe shesin këtu, qoftë produkte industriale, qoftë produkte të karburanteve, qoftë produkte ushqimore, dhe nuk e reflektojnë forcimin e kursit të këmbimit. Pra këta i kanë vendosur taks, rent edhe konsumatorit, edhe ekonomisë shqiptare, edhe atyre personave të krimit ylli. Edhe ata paguajnë taksën, se ata e sillin euron, po i vlen më pak. Pra, këta janë më të fort edhe se sa ata që ne i kemi kriminalizuar nga krimi. Përfituesi i dytë është më të dëmshëm. Qeveria? Po, sepse krijon imazhin e zhvillimit, kjo është vizuale. Siç përpiqet ta thotë. Nga ana tjetër, një pjesë e këtyre parave hyn në qarkullim. Për shembull, ka vitin, mos gaboj 2023, që Bashkia e Tiranës ka pas 40% të ardhurave të buxhetit të saj nga taksa në infrastrukturë. Pra, këto para, sepse para paguhen taksa infrastrukturës, po kështu dhe taksat të tjera. Pra, një farë mënyre, mikstohet paraja normale, formale, e lishme, me paran informale, paran kriminale. Dhe ato reforma që janë prezentu këtu prej 5 vitesh të paktën, amnistia fiskale, amnistia aseteve, amnistia penale, që është i prallë me mbret. Praktikisht ajo ka ndodhur de facto, de jure, ka pas debate, kundërshtoi Bashkimi Evropian e tjera si këto, por në thelb ajo ka ndodhur dhe pikërisht ka kriju klimen, sepse du të kuptojmë diçka. Në xhepat e pjesës inkriminuar të shoqërisë, krimit organizuar, në xhepat e politikanëve të korruptuar, janë grumulluar shumë të mëdha parash dhe ushtrohet një presion shumë i madh për t'i materializuar, për t'i shndërruar në objektet që mund të licencohen apo të formalizohen periudat që vinë. Dhe praktikisht, disa reformat qeverisë, ku përfshi edhe paketën e maleve, çfarë bëjnë? Praktikisht krijojnë mekanizmin që bashkon ofertën e parave, me burime mikste, të lishme, të palishme, kriminale,
me mundësinë e materializimit dhe çrrimit tyre në një aset që vlen për dikë, por që nuk vlen për shoqërinë dhe për ekonominë në tërësi. Po si shkon kjo punë pastaj? Paradoksi... Mund të vazhdoj dhe më tej që leku të kap më majat e botës dhe euro të ikë për lesh fara? Jo, paradoksi i madh i gjithë kësaj, ajo që po thoshte Ola, është që nëse ti shikon statistikat, ne që jemi vendi me po themi forcimi më të fortë të monedhës tonë kombëtare, se kjo histori nuk ka ndodhur në vend tjetër. Disa nga vendet e ngjashme kanë dhe kurse fikse, por nuk ka ndodhur që të jenë forcuar monedhat e tyre ndaj euros apo ndaj dollarit amerikan, siç është forcuar leku. Dhe ne që kemi këtë forcim kaq të fortë monedhës tonë ndaj euros, jemi vendi... Kina mbante jenin 1-1, dollarin më kujtohet më. Ne jemi vendi me rritjen më të lartë të çmimeve në gjitha ekonomitë e ngjashme, në gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe sot, ne kemi kostën e jetesës jo vetëm më të shtrenjtër në rajon, kjo është certifikuar me statistika zyrtare, por e kemi më të shtrenjtë edhe se sa disa vende të Bashkimit Evropian, si këto Rumania, Bullgaria, me statistika zyrtare nga Eurostat. Dhe problemi i madh është që aty ku kemi treguesit më të këqij, pra kosto më të lartë, janë pikërisht produktet bazë që janë ushqimet, të cilat ushqimet, ne kemi çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë më të larta se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Janë 104% e mesatarjes Bashkimit Evropian. Pra, ne pagojmë 4% më shtrenjtë se sa Gjermani. Se sa Gjermanët e këta po, se ato janë poshtë, po se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Dhe kemi për të ushqimet jemi më të shtrenjtë se Hollanda, se Gjermania, se Spanja, se Italia, për çmimet e ushqimeve. Pra ne që kemi pas gjithë të sukses kaq të madh të fuqizimit monedhës, ne jemi vendi që na arritën më shumë çmimet. Kemi lekun shumë fort, por na arritën çmimet më shpejt se kushdo. Tani paradoks edhe mendje që t'i japi zgjidhje kësaj nuk ka. Por në Shqipëri, në Shqipëri mua më thoshte dikur nga kur filloi kriza e vitit, ajo kriza e madhe financiare e vitit 2008-2009, bisedoja me një nga këta drejtorët e huaj të bankave dhe ishte problemi atëre që mund binin bankat siç po binin në gjithë botën. Dhe ky që tha, tu nuk bie asnjëherë asgjë. Nuk falimenton asnjëherë asgjë. Sepse këtu nuk ka njeri ta shpjegoj ç'a ndodh. Kjo para ka që informale qënë? Edhe diçka, ke dëgjuar ndonjë nga këta importuesit, grosistët ankohet në media se çfarë është duke ndodhur me uljen e produktivitetit dhe të prodhimit? Importuesit fitojnë, s'ka pse. Ata vetëm fitojnë. Ata fitojnë, qeveria fiton. Importuesit fitojnë? Jo, përkundrazi, atyre dhe u intereson ky model. Jo vetëm fitojnë, por dhe u intereson ky model. Pra që të mos përfshihet gjithë ata që eksportojnë. Po dhe këtu çdo gjë eksportohet, thuaj se po të shikosh. Po të ishte shtunat e dieleve këtu shikon vetëm maune në rrugë që sillin edhe perimet e të gjitha. Shiko, nëse mund të shkoj të bjerë më poshtë toni euro, të vejmë rokopun me madhe. Tani nuk mund të parashikojnë asnjëherë flukset informale që kanë ardhur. Apo do vazhdoj të blerë guvernatori këtu. Banka e Shqipërisë vjet ka blerë 1 miliard e 29 milion euro. Si vjet do jenë shumë më tepër se aq në blerje. Me ritmet që kanë deri tani. Dhe prapë nuk mban dot. Dhe ajo po vazhdon të bjerë. Unë nuk e di se sa do vazhdojnë ata të luftojnë me këtë punë. Ja do të japin imunitet për mund të shpjegoj diçka lidhur me ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë apo? Jo, po te banka do jemi tani. Po do jemi te banka, po kjo është shumë e rëndësishme, sepse ishim deri tani duke diskutuar, janë flukset e justifikuara këto prurjet e euros apo jo, po të shohim deklaratat e ndërhyrjeve në tregun e operacioneve monetare që kryen Banka e Shqipërisë, aty ka një tabelë Exceli që sqaron për çfarë është bërë blerja e valutës. Dhe njëra është për frenimin e forcimit të kursit të këmbimit. Po kur ti kryeministri po të luftohet që monedha të është forcuar. Se e frenon? Se pas ke frenuar ti atëherë dhe ku e lejon ti veten si bank që të frenosh këtë forcim? Janë 4 raste, njëra është spekulimet, njëra kur ka luhatje shumë të mëdha.
asnjë nga këto nuk ka ndodhur dhe e vetmi pikë që i lejon Bankës së Shqipërisë në rryrje në treg, në kushtet që ka ndodhur, është kur ka prurje të pa justifikueshme ose lëvizje të pa justifikueshme të forcimit të monedhës në treg. Dhe prandaj janë bërë. Pra, Banka e Shqipërisë ka pranuar në letër dhe në dokument. Tani, a ka dalë jashtë objektivit duke shkelur ligjin, por për të shpëtuar ekonominë Banka e Shqipërisë? Kjo është pyetja që do dalim atje. Po, se kjo është... Por kemi një pyetje... E di pse? Sepse kjo që ka bërë me shtimin e paras në treg, ka prodhuar inflacion. Pra ne kemi ngrënë dhe nga euro, dhe nga grosistët që nuk nga ka reflektuar, edhe që të mos bëjtojnë sektorë prodhues, pra dhe kemi ngrënë ne. E tonë sa here kemi paguar. Ligji mund godasë bankën dhe në këtë rast guvernatorin në duke thënë ju, dhe guvernatori tani kërkon të jeti pa prekshëm. Po ta vini re, me një ligj të ri të publikuar për konsultim publik, për Bankën e Shqipërisë sjell si risi dhënien e imunitetit për guvernatorin dhe dy zëvendësit e tij. Thuhet se janë marrë si modele për të afruar ligjet me standardet e BE-s, por duket se po i largohemi transparencës dhe llogaridhënies. Si mendoni ju? Madje guvernatori bëhet i paprekshëm. Përse na duhet një guvernator banke i paprekshëm? Se këtu po ti bësh të gjithë këta të paprekshëm, guvernatorin, drejtorin filan, kryetarin e tjetër. Ne kemi patur edhe raste të arrestimeve të dy guvernatorëve, ylli nuk ka falimentuar ndonjë bankë se u arrestua guvernatori që thonë është problem për stabilitetin financiar. Gjithë guvernatorët në Shqipëri janë arrestuar, përveç Sanit që shpëtoi me se iku në... Pra, a ka pika... Mos di guvernator që se është... Pse bet kjo... Ndonjë bankë nuk na falimentoi, që të preket stabiliteti financiar. Mendoj që janë një mori... Pse duhet të mbrojt guvernatori tani... Duhet të mbrojt, kujkota kushtetuese të mbrojt guvernatori. Miru imunitetin që kemi të parlamentarëve shqiptarë dhe e ka gjithë bota. Po pse duhet mbrojtur dhe zyrtarët tani? Sparit kuptojmë që Bashkimi Evropian nuk i jep mbrojtje guvernatorit. Bashkimi Evropian ka një këshill të guvernatorëve të vendeve anëtare dhe në qoftë se për shkelje të tjera, korrupsion apo shkelje të tjera, në një nga këto kërkohet arrestohet nga prokurori njofton Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian vendos në varësi me interesat e tij, siç ndodhi me atë prokurorën e Rumanisë që nuk e lejon, domethënë me prek. Domethënë është një mbrojtje për shkak të funksionit dhe i mbron për shkak të vendimarrjes, siç mbrohet deputeti që nuk mban përgjegjësi për ato çfarë thotë në foltorën e kuvendit, pra për ligjet që ngre dorën. Nuk në shkohet për këtë. Këtu ka një pleksje që lidhet me nevojën që ka elita politike drejtuese e vendit për të mbrojt nga spaku dhe kjo historia me përfshirjen e guvernatorit në rrethin e njerëzve që duhet gëzojnë mbrojtje, doli pikërisht në kohën që kërkua arrestimi i zonjës Balluku. Dhe atjo përfshi dhe guvernatori. Dhe në këtë rast nuk ka një lloj askurfar asociimi me Bashkimin Evropian. Harrojeni se është në një standard i BE-s për krime që nuk kanë bëjnë me funksionin. Të funksioni mbrohet edhe e ka dhe sot mbrojtjen guvernatorit. Askush nuk i kërkon llogari guvernatorit për vendimarrjen që bën Këshilli i Mikëqyrë. Pra mbrojtjen e ka. E ka mbrojtjen. E mbron ligji. Po të veprojë sipas ligjit, nuk ka arsye për ta penalizuar. Pra profesori, duke thënë që ka pika të tjera ku duhet ishte ndryshuar ligji për të rritur pavarësinë e institucionit në rrugë më demokratike dhe jo përmes kërkimit imunitetit pa logjikshëm, siç është imuniteti trajtimit dhe kontrollet. Për më tepër që ky lloj imuniteti e barazon me kryetarin e gjykatës kushtetuese e tjerë, një kohë që këtë se gëzojnë as deputetët. Domethënë i jep një super mbrojtje, e cila nuk gjen dot shpjegim as të modelet e BE-s, as të vendeve përreth. Edhe në njëjtën kohë ngre pikpyetje të mëdha lidhur me nevojën e përfshirjes së tij as më tepër edhe të zëvendësve, që janë datuar të Këshillit Mikëqyrës. Kjo është një element. Tjetra pastaj në kushtet që ka... Pra me këto që po bëjnë ata kërkojnë mbrojtje sepse kanë frikë se ligji do shkojë tek ta. Në një farë mënyre i dalin përpara skeqes, ky është mendimi që kam unë, dhe lidhet me ndoshta edhe me hetimet në proces, sepse praktikisht hetimet janë 2-3 dosje të mikrokredive dhe ca dosje tjera dhe që mund të kenë dyshime, domethënë, për përfshirje të tyre. Po kjo prapë se prapë nuk garanton mbrojtjen që ata pretendojnë. Domethënë, unë e shoh një hap të nxituar për më tepër që ky draft ligj vjen nga vetë banka, sepse banka është në institucionet që ka nisim ligjvënëse, pra ka të drejtë propozojë ligje. Dhe unë kuptoj që dy hapa janë që nuk mund të kalojnë pa u përmendur.
është një mbrojtja e guvernatorit dhe e dyta ka qenë jashtë jurisdiksionit të audimit kontrollit të lartë shtetit dhe praktikisht një shoqëri me kapital 100% shtetëror, Banka e Shqipërisë është me kapital 100% shtetëror, të dalë jashtë auditit të organit kushtetues të ngritur për këtë qëllim, ngre pikpyetje për mënyrën se si i veprohet, pa po krijojmë ishuj që janë jashtë auditit, pra mungon transparenca, dhe njëkohësisht jashtë kontrollit të mundshëm të SPAK-ut që ka detyrë të Kojnë të bëjnë të mbrojnë me ligj si thuash për paligjshmërinë. E të mori? Tani pretendimi apo justifikimi i Bankës Shqipërisë edhe i qeverisë është që kjo është i kërkesë e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk e ka thotë profesor. E cila Kur t'jemi antar, guvernatorët jonë do gëzojnë njëtën mbrojtje si çdo guvernatori i vendeve tjera. Po. Kaq. Dhe kanë, sipas tyre, është transformuar ligji i Luksemburgut. Është marrë mod ligji i Luksemburgut. Luksemburgu tjetër gjë komplet. Jo, Në Luksemburgu kështu tani, le gjithë eurot e botës për korrupsion, për paligjshmëri nuk të mbron kërkush në asnjë vend botës. Dakord, për korrupsion nuk mbrohet, po edhe për funksionin e kanë dhe sot. Ne po flisim deri tani për funksionin e guvernatorit. Pra po themi që me që banka ka ndërhyrë në treg dhe ka blerë euro, nëse është e paligjshme, pse duhet ta... Pa ajo është vendimarrja, ai është funksion. Pra deri tani në funksion, se nëse do gjej njëri guvernatorin që ka marrë thesi me lek rryshfet, apo ka mushur thesi me lek aty. Guvernator tjetër këtu, mos ja themi emrin, ka marrë thasët me lek, i ka çuar në shtëpi, ka nxjerrë jashtë qarkullimit dhe i ka çuar në shtëpi dhe ka shkuar në burg. Lodi, mjafton ti shohin, e ka Rolexin që e mban në çdo konferencë të deklarata e pasurisë apo jo dhe e verifikojnë shumë. Kështu që këto janë shumë të thjeshta, po a ka vullnet? Tani problemi aty është okay guvernatori. Po zvenc guvernatorët janë, se guvernatori është nomenklaturë e kuvendit dhe kuvendi po do ja jep. Jo, kuvendi atë mund të armatoset e kështu, me armë, zjarri, po zvenc guvernatorët janë që votojnë nga Këshilli Miqyes dhe praktikisht ata kur të votojnë aty, do votojnë kujt do t'i japin imunitet njëri tjetrit. Gjithsesi ajo prap nëse do shkojnë kushtetuese, prap kushtetuesja do shprehet. Pra unë nuk e shoh që kjo është i bunker i papërthyeshëm. Si panevojshëm. Si papërthyeshëm, si bunker, por dhe i panevojshëm, thotë profesor. Ola, pse mendon ti tani? Cilat janë arsyet që guvernatori trembet nga hetimet, asi është kjo punë? Apo kontrollet? Po ka një kallëzim nga ka bërë gjë ky guvernator që kemi? Se guvernatorët e tjerë kanë referuar me emrin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, është referuar nga Prokuroria e Tiranës në Prokurorinë e posaçme lidhur me skemën e mikrokredive që ne kemi trajtuar disa herë dhe lidhet me objektin e shpërdorimit të detyrës, por për të parë edhe nëse ka elemente të tjerë, jo vetëm të grupit të strukturuar kriminal, si ishte një skemë shumë e madhe, por edhe të veprës së korrupsionit, për të stimuluar dhe për të lejuar funksionimin e kësaj skeme. Po ashtu, sektori bankar është një nga sektorët më të rëndësishëm. Po të shohim, të gjitha tenderat në Bankën e Shqipërisë bëhen akoma dhe sot me zarfa dhe mua më erdhi shumë për të qeshur, se thonë po afrohemi me standardet e BE-s, po standardet e BE-s i kanë që prap Banka e Shqipërisë është jashtë rregullave të prokurimit publik, pra nuk është në sistem si APP-ja, siç janë që gjithë që të paktën atje ka një farë mbrojtje, jo se këtu nuk paracaktohen se ka dhe këtu raste, pa aty janë me zarf, duhet të shkosh të paguash 5.000 lekë të vjetra, të marrësh dokumenta dhe të çosh me zarf dhe mund t'i gris, mund t'i bëj, pra është njësoj si këtu edhe në vitin 2000, edhe në vitet 90. Banka e Shqipërisë është sektori më primitiv në fushën e transparencës për prokurimet publike. Dhe gjitha këto thot janë sekrete bankare, më falë sa karike, sa silolapsa vle Banka e Shqipërisë. Ku është sekreti bankar këtu? Është ndryshe ti kur ti e meton monedhën dhe e meton paran. Po të shohim, Banka e Shqipërisë ka bërë, i ke raportit auditit të kontrollit të lartë shtetit, ka marrë me qëra godina, te ndërtesa e kompleksit Halili. Zoti Halili i kishte llogari të bllokuara nga tatimet dhe nga bankat e nivelit të dytë se kishte kredit të këqija dhe Banka e Shqipërisë ja derte pagesën te llogaria e gruas. Si mund kur ti duhet ja hedhësh te nipti? Pra, ka shkelje pafund.
Prandaj nuk e do as kontrollin e auditit auditin e kontrollit të lartë të shtetit. Po kërkon bankeri, tani bankeri ynë. Sepse bëhen guvernatori po kërkon me insistim tani. Unë kam bërë investigimin, por ndërtesën e Hotel Dajtit, që një kompani e falimentuar në Itali, këtu nuk kishte të njëjtin pronar, kishte hapur emër të njëjtë, me pronar komplet tjetër, dikush i regjistruar këtu në Fark, kur i shkova unë, jetonte në një kotet Spulash, ai që prestanome komplet, bëri tenderin 18 milion euro për rekonstruksionin e godinës. Ka nga këto sa të duash që mund të jetojë. Pra që të përfundojmë sigurisht. Banka e Shqipërisë, guvernatori dhe dy zvëndës guvernatorët, sa ata kanë përgjegjësi penale, sa ata janë administratorët e bankës. Këshilli është vendimarrja në Këshillit nuk është një përpjekje për t'ju fshehur hetimit nëse ai ekziston. Nëse është, por tani këta duhet të shkojnë të jetohen si njerëz të tjerë dhe ose të ikin nga aty, Pse nuk hetohen kur letrat janë, dokumentat janë, gazetarët e kanë bërë punën. Temë që do ta kemi në ditët dhe një gjë tjetër. Kërkonin se kur erdhi guvernatori dhe raportoi atëherë te Komisioni i Ekonomisë, kemi qenë gazetar terreni edhe ndiqnim seancat dhe tha do ris transparencën, do propozonin ndryshime në ligjin për Bankën e Shqipërisë, që Këshilli Mbikëqyrës të ishte më vete guvernatori nga kryetari, kështu rritet pavarësia e institucionit. Nuk rritet pavarësia, mos me toti mua. Dhe tjetra është që do ndaloj dhe komisionerin të urdhëroj publikimin e ndonjë informacioni që ne ndonjëherë na ndihmon që ta marrim, se Banka e Shqipërisë të kthen kur përgjigje. Edhe pse për shumë nuk të kthen përgjigje, jemi në gjykatë, unë jam në shkallë të apelit me Bankën e Shqipërisë për një raport auditi. Ka që të rëndësishëm se janë ata se të kthehen përgjigje. Tjetra që është deligjore, kur kontrolli i lartë i shtetit ka ligj të vetin, komisioneri pra ligji për drejtën e informimit është ligj më vete, si bë ke ligj mbi ligj ti që t'ja kufizosh kompetenca? Në emisionin e ardhshme do ta kemi në fokus këtë problem që duket mjaft interesant, sepse këtu mund të vijë një ditë që të gjithë kërkojnë imunitet dhe shkon gjithë shka për lesh, domethënë, bëhen imunitar dhe vetëm populli i shkretë mund të përgjigjet të shkojë dhe të përgjigjet para ligjit. Ola, profesor, Klodi, ju falenderoj shumë. Falenderoj juve. Me këtë vapë të madhe, siç thamë në fillim e të gjithë. Fare shkurt publicitet, rikthehemi.